Janë shtylla elektrike që prej vitesh janë në këtë gjendje. Pjerësia atyre është aq e madhe sa që duken se po bien në tokë. E këto shtylla rrezikojnë banorët që kalojnë në këtë vend. Arjan Sadria, banor i fshatit, thotë se është shumë shqetësuese kjo situatë. Këto shtylla as nuk çojnë rrymë sa duhet, po edhe është rrezik me punu këtë pronë. Nuk ka kush se e jep jetën për me ime rreziku këto. Tash llogaritë shkon ka mankja. A hijet këtu me punu. Edhe nuk ka punëtor i kekit se nuk e din këtë problem. Qa punojnë këtë rajon. Çdo kush e din, po nuk mbaret nashta edhe prej tinve. Po ju kisha lut me orë me ndërmorë diçka, se kështu nuk ban. Sadria tha se rryma nuk është stabile në këtë pjesë pasi që shumë shpesh u janë ndjekur edhe pajisjet shtëpiake dhe kec asnjëherë nuk ka intervenuar. Tash disa herë kanë ndjeka pajisjet shtëpiake. Se kja nuk ka rrymë sa duhet, nuk ka mjaftoshëm. Se nuk ka asë që qarkollon. Dej këtu e kanë pru me kabel, aty kanë qitë 3-4 shtylla, kënaja kanë lona 5 qështu katastrofë. Unë e paguj ujë për këtë tokë. Edhe jam pagu si rregullt i çdo fakturës, shaj përket shtetit. Për këtë problematik, përgjegjësit nga KES nuk janë përgjigjur mediumit ton deri në kohën e transmetimit të kronikës.